Kalaja e Shkodrës vjen temani historisë nga gjithë bota, çdo ditë qindra vizitorë nga vende ndryshme zgjidhen të ngjiten në monumentin më të rëndësishëm historik të qytetit për të zbuluar historinë e saj shkollore dhe për të shijuar panoramën unike mbi Shkodrën, liçenin dhe lumejt. Oh, it's very good, very fun. Është shumë bukur, vërtet shumë bukur. Jam shumë e lumtur që ndodhem këtu. Gjithçka është shumë e këndshme. Më pëlqen shumë, pamja është e mrekullueshme. Sigurisht që na pëlqen, pamja është fantastike dhe për këtu mund të shohësh të gjithë qytetin. Nuk dim shumë për historinë, vetëm disa gjëra. Pasi unë kam origjinë shqiptare, babai im është nga Shkodra, kam qenë këtu kur isha vogël, rreth 4 ose 6 vjeçë. Aktualisht jetoj në Greqi, nuk jetoj këtu. Kjo është hera jonë e parë që vi tashmë si e rritur. Na pëlqen vërtet shumë e duam këtë vend. Pamja është e bukur dhe kalaja është shumë e madhe dhe madhështore. Është vërtet shumë bukur, më pëlqen Shqipëria. Këtu ka shumë gjëra të ndryshme për të parë, ka histori, por edhe qytet dhe shumë shka tjetër, është jashtëzakonshme, kalaja është ruajtur shumë mirë dhe ka një shtrirje tepër të madhe. Ne vim nga Katalonja dhe na pëlqen shumë kështjellat dhe vendet e tilla. Kjo është një nga kalat më të ruajtura dhe më të bukura që kemi parë ndonjëherë. Pamja është e pabesueshme, është manice. Kjo është dita jonë e 4 në Shqipëri dhe jemi shumë të lumtur që ndodhemi këtu. Është mrekullueshme të shohësh të gjitha malet, lumejt, rrugët e vjetra që nuk përdoren më dhe rrugët e reja. Kalaja e Shkodrës vazhdon të jetë një destinacion turistike më të vizituar në Shqipëri, duke tërhequr çdo ditë vizitorë nga gjithë bota.